Shenjat e horoskopit që do të gjejnë shpirtin binjak muajin e ardhshëm, qershori i vitit 2025 pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme dhe përvoja të forta emocionale për dy shenjat të zodiakut, binjakët. Qershori u sjell binjakëve bukuri të shtuar dhe magnetizëm të papërmbajtshëm. Fati duket se ka përgatitur një njohje të veçantë për ju, një njohje që do të jetë ndryshe nga çdo takim që keni bërë deri më tani. Qoftë një takim i rastësishëm në jetën tuaj të përditshme apo një kontakt i ri përmes një rrethi të përbashkët, menjëherë do të ndjeni se po ndodh diçka më e thellë. Mos keni frikë të hapeni dhe të shprehni ndjenjat tuaja. Ndershmëria gjatë kësaj kohe është çelësi për të tërhequr një marrëdhënie autentike dhe kuptimplote. Lejoni veten ta përjetoni këtë lidhje pa frikë. Gaforja, për gaforet, qershori sjell trazira të forta emocionale, me mundësinë e takimit me një person që do t'ju magjepsë. Kjo është një lidhje pasionante që mund të trondisë themelet e perceptimeve tuaja aktuale të marrëdhënieve. Kjo dashuri e papritur mund t'ju çojë në një rrugë të re, duke nxjerrë në pa mendime dhe dëshira që nuk I kishit njohur më parë. Është një moment transformimi, një urë lidhse midis së kaluarës dhe së ardhmes. Besoj procesit dhe ndiq zemrën tënde. Edhe nëse gjithçka duket e pasigurt. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.